Kryeministri Serb Aleksandar Vučić në një intervistë për një të përditshme gjermane ka deklaruar se pavarësisht se shteti i tij nuk e njeh Kosovën, kjo nuk e ka penguar rajonin të ruaj stabilitetin. I pyetur nëse do të çonte në referendum ndryshimet kushtetuese për statusin e Kosovës, Vučić tha se populli serb nuk do të pranonte kurrë një gjë të tillë. Është festuar 100 vjetori i shkollës së parë shqipe për zonën. Kryetari i Bashkisë Himarës Jorgo Goro ka cilësuar këtë zonë si përcjellse të denjtë të kulturës edhe dijes, dhe në fakt këtë e vërteton më së miri ekzistenca ndër viteve. Sheshi Skënderbej do të rikthehet normalitetit të tij. Për të tretën herë radhazi, sheshi i është nështruar një tjetër rikonstruksioni dhe tashmë është bërë traditë që çdo kryetar bashkie që vjen të modelojë sipas terezisë së tij, pa llogaritur se sa lek shpenzohen për ta. Ndjekim materialin në vijim. Kemi kaluar tek informacionet sportive duke u ndalur në futboll ku një ndeshje luftuar por me pak gola ka qenë edhe përballja më e madhe e kësaj jave në Serie A mes Juventus dhe Milan, e cila është përmbyllur me fitoren e bardhëzinjve. Do të mblidhet për herë të parë të njëjtën që vjen në datën 13 gusht në orën 11. Bashkia e Tiranës ekskluziv ku Zjarr Televizion ka hapur sondazhin i cili lidhet me gjendjen aktuale të vendit tonë, me shumë protesta dhe pak kënaqësi nga ana e Skënderbej do të rikthehet normalitetit të tij. Për të tretën herë radhazi, sheshi i është nështruar një tjetër rikonstruksioni dhe tashmë është bërë traditë që çdo kryetar bashkie që vjen